i stëg ti më i bukri vend. Mirë se takohemi sonte në këtë tubim të veçantë dhe madhështor. I nderuar Kryeministër i Republikës së Kosovës, Zotri Albin Kurti. I nderuar kryetar i ardhshëm i Istogut, Zotri Astrid Bujupaj. I nderuar sekretari i lëvizjes, Zotri Alim Rama. I nderuar kryetar, Zotri Agron Avdiaj. Të nderuar aktivist të lëvizjes vetëvendosje, shumë të dashur qytetar banor të komunës së Istogut, zonja dhe zotrinj. Është kënaqësi dhe nder i veçantë t'ju uroj mirëseardhje në këtë tubim të madh qytetar këtu në zamër të Istogut. Në qytetin tonë të bukur, qytetin e dinjitetit dhe të vlerave të larta njerëzore. Sot jemi mbledhur për treguar për kushtimin tonë të përbashkët, për zhvillim, drejtësinë dhe mirëqenien e qytetarëve tanë në Istog. Ky është vizioni i lëvizjes vetëvendosje, vizioni i një qeverisjeje të ndershme, të përgjegjshme dhe me fokus të qytetari. Istogu ka nevojë për energji të reja, për ide të qarta dhe bashkëpunim të sinqert mes institucioneve dhe qytetarëve. Ne besojmë në potencialin e kësaj komune, në të rinjët tanë, në gratë dhe burrat të guximshëm të komunitetit, në fermerët, mësuesit dhe punëtorët, që kërkojnë më shumë për komunën e tyre, sepse e dinë që Istogu mundet dhe meriton shumë më shumë. Lëvizja vetëvendosje ka dëshmuar se kur ekziston vullneti politik dhe ndërshmëria në veprim, mund të ndërtojmë institucionet që i shërbejnë qytetarit dhe mbrojnë interesin publik. Sot të ta kemi rastin të dëgjojmë për vizionin e qartë dhe vendosmërinë për të çuar përpara këtë rrugë zhvillimi. E në veçanti, është nder për të gjithë ne që në këtë tubim është i pranishëm Kryeministri i Republikës së Kosovës, Zotri Albin Kurti, të cilin kam nder të aftoj tani kjo drejtori. Të dashur qytetarë të Istogut, zonja dhe zotri, motra dhe vlezër, faleminderit shumë që na keni bërë bashkë në këtë tubim madhështor, kur na ndajmë vetëm një javë nga zgjedhjet lokale dhe fitoria numrit 105 e subjektit lëvizja vetëvendosje dhe kryetarit arshëm të Istogut Astrid Bujupaj. Të nderuara familje të dëshmorëve, invalid e veteran të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, të nderuar asamblesë të ardhshëm të Kuvendit Komunal, të cilët duhet të jenë shumicë sepse kryetarit i nevojitet një shumicë solide që vizionin dhe projektet e tij t'i shndrojë në vendime të komunës që më pastaj jetësohen e realizohen për të gjithë qytetarët pa dallim. Motra dhe vlezër, faleminderit shumë që na keni bërë bashkë. Unë fillimisht ju kërkoj falje që jemi vënuar pak. Nuk është vënuar kryetari arshëm Astrid Bujupaj, po unë që fillova ditën Skënderaj e mas nej në Drenas,
e masnejnë Maleshev, e masnejnë Klin, e mas i stokët në dëshkun Pej, sepse po përpiqemi ka bëjnë vitën 25 orë, se 24 orë kena bo, dhe sot një javë, parafërsisht në këtë kohë, kur të numrohen votat të dalë që 105 vetëvendosjes dhe Astrid Bujupaj i Stogut janë fituesit e radhës. Të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, i Stogu është vendi i punës, i ujit të pastër dhe i njerëzve të mirë. Por kjo pasuri e madhe, natyrore e njerëzore, ende nuk po kthehet në zhvillim të qëndrueshëm. Ka ardhur koha që i Stogu të ecë përpara me një udhëheqje të drejtë të ndershme, me punë konkrete e me vizion të qartë. Ne kemi burime të mrekullueshme, ujë në Vrell, në Mok, në vetë burimin e i Stogut, por qytetarët ende nuk kanë ujë të pishëm në çdo shtëpi. Edhe pse janë investuar mbi 6 milion euro për mbivadën, uji mungon. Kjo është padrejtësi për qytetarët dhe përgjegjësi që ne do ta marrim seriozisht, sepse uji nuk është luks, uji është e drejtë themelore, prandaj do të jetë prioritet ma shumë se politik i kryetarit të ardhshëm Astrid Bujupaj. Gjithë Kosova e di që i Stogu ka bujqësi të fortë dhe tokë pjellore, qeveria jonë ka mbështetur fermerët, por ne do të bëjmë edhe më shumë. Do të ndihmojmë bujqit me infrastrukturë, tregje dhe qasje të drejtë në subvencione. Fermeri i Stogut duhet të jetë i vlerësuar e i mbështetur, jo i lënë anash apo në harres. Investimet e qeverisë Republikës Kosovës, e tash ndodhemi në muajin e 7 të vitit 5 mandatit plot 4 vjeçar, kanë qenë si askush tjetër në ushtri edhe në bujqësi. Mbi 300 milion euro për ushtri dhe mbi 300 milion euro për bujqësi. E që të dyja këto kanë shumë rëndësi për i Stogu. Prandaj bashkëpunimi midis meje si kryeministër dhe kryetarit të ardhshëm Astrid Bujupaj do të sjellë nivele të reja të përparimit që e ka përfshirë gjithë Republikën, tashetutje edhe komunën tuaj të dashur të Stogut. Këto mbi 300 milion euro për bujqësi kanë shku për parafërsisht 120.000 fermerë, me qëras janë mbi 118.000 subvencione dhe mbi 1.000 grante. Paraardhjes së qeverisë sonë në pushtet, deri ka viti 2020-2021, i kohës së pandemisë, asnjë shtet në Kosovë nuk ka pasur të investuar asnjë cent nga shteti i Kosovës. Në këto 4 vitet e fundit, 103 shtalla anë mbon Kosovës të mbështetura nga qeveria e Republikës. Dhe e mbajmë shumë mirë, gati 5 vjet më herët, kur vizitonin fermerët të mërzitur e kishte edhe me lot në sy që thoshin se po detyrohemi ta shesim litrën e qumshtit për 18 cent në vend grumbullim. Dhe thoshin që gjynahe për mëdhimet se e kisha gjujt, se hesab për me hyp në automjete, me qumë vend grumbullim nuk ka. Ne filluam të shkruajmë programin para 5 vjetëve, edhe në program thamë, me qenë së është 18 cent, po jashtojmë 50%, edhe 9 cent, edhe e premtuam në fushat për zgjedhjet e 2021-shit, që me qeverisjen tonë, çmimi i litrës së qumshtit të blegtorit kosovar do të jetë 27 cent. A dini sa është sot? 54 cent. 2 fishi premtimit tonë, 3 fishi asfalt që kishin para 5 vjet. Prandaj keni kujdes se zotimet që kam i dhënë Astrid Bujupaj mund të tejkalohen. Më poshtë nuk shkoj, më lart do të mundohemi me krejt çka dim. Në pjeshkët e i Stogut,
si në lugin e But e Mog, si qeveri kemi hapur rrugë të reja. Këto janë mundësi për turizëm malor, bujqësi familjare dhe vende pune për të rinjt. Turizmi do t'jetë shtylla e dytë e zhvillimit të Istogut. E krahas turizmit, mos të harrojmë edhe sportin që është krenaria jonë. Vajzat e klubit Hembollit të Istogut, kampionit shumtat Kosovës, ende stërvitën pa salla të përshtatshme. Kjo nuk është e denjë për kampione, ne do të ndërtojmë salla moderne, sportive, për të rinjt e talentuar të Istogut. Të dashur qytetar, Astrid Bujupaj me numrin 105 është kandidati i cili do ta çojë përpara Istogun me punë, me përkushtim dhe me ndershmëri. Ai nuk i ka premtimet veç fjalë, por do t'i ketë rezultate konkrete, ujë të pishëm, rrugë të mira, shkolla moderne, bujqësi produktive dhe sport të gjallë për të gjithë. Istogu duhet të bëhet, e do të bëhet, komunë e rregullt dhe e gjelbrimit, me urbanistik bashkohore, me parqet mirëmbajtura dhe me një pamje e cila e pasqyron kulturën dhe dinjitetin tuaj. Andaj, plani i Astridit ton, plani ynë do të jetë investim në pastrimin e lumejve, në gjallërimin e memorialit Ibrahim Rugova dhe në mbjelljen e drujve përgjatë çdo rruge. Do të ndërtojmë qendrën multifunksionale sportive me pishinë gjysmë olimpike, sallën për sportet luftarake dhe ping-pong, do të ndriçojmë e mbulojmë stadiumin Demosh Mavraj dhe do të krijojmë fusha profesionale për tenisin e të rinjve. Transporti publik do të zgjerohet me minibuse elektrike që lidhin fshatrat me qytetin për një Istok të integruar, të qasshëm dhe ekologjik. Hapësirat e reja për shëtitje e rekreacion në Studenicë dhe pranë lumit Qaush do të bëjnë qytetin më të gjallë e më të shëndetshëm. Në qendër të këtij programi, pra, qëndron njeriu punëtor i profesionit dhe zhvillimi i drejtë ekonomik. Për ta kuptuar ngecjen që ekziston në Istog, po e marr veç në krahasim të Istogut me komunën e Shtimës, ku në 4 vitet e fundit e kishim kryetar doktor Qemal Aliun e Vetvendosjes. Aja ka gjetë veç një qerdhe Shtime, tash që po flasim Shtime janë 6 qerdhe për fëmijë. Për një mandat 4 vjeçar, 5 qerdhe. Kryetari aktual, edhe na i ditë këtu në Istog, 4 vjet mandat, as një qerdhe. Ka qerdhe të mëhershme, ka qerdhe që kanë nisë më herët, ka qerdhe që s'janë përfunduar, ka qerdhe që s'janë bashkëfunksionale, po qerdhe të nisur e të bitisur prej ti në 4 vjet asnjë. Dhe a dini çfarë? Istogu i ka rreth 33.000 banorë. Shtimja i ka 24.000 banorë. Kjo i bjen që Shtimës do të na shtu gati edhe 40% popullsisë për mu bosa Istogu. E në 4 vjetë të fundit, atje 5 qerdhe këtu asnjë. Kjo tregon sa i rëndësishëm është kryetari. Kryetari që ka interes publik dhe vullnet njerëzor. E unë besoj që e kena gjetë këtu tek ju, Astrid Bujupaj. Me 12 tetor është koha për ndryshim, andaj bashk të gjithë secili le ta votojmë Astrid Bujupajn numrin 105 që Istogut të ecë drejt zhvillimit, drejt së ardhmës. Le të bëhemi bashkë për Istogun, bashkë për Dugaxhinin, bashkë për Kosovën, sepse bashkë fitojmë kur bashkë votojmë dhe sot një javë këtu në shesh bashkë festojmë. Në zgjedhjet e 9 shkurtit keni
rumbullaksuar 10 kandidat për deputet nga lista prej 110 vetave të lëvizjes vetëvendosje dhe kjo ka qenë më kollaj. Nga 110 veta, me i përzgjedh 10 veta, është edhe interesant edhe më kollaj. Interesant është prapë, por është më vështirë që nga 30 kandidatët që i keni për kuvendin komunal, për të parin nuk votohet nga numri 2 deri në numrin 30, 29 gjithsej, duhet ta përzgjedhni vetëm një. Ata i kemi këtu, secili janë më të mirë se tjetri, të gjithë bashkë janë më të mirë që i ka Istogu, po ju duhet të përcaktoni për njërin ose njërin prej tyre që pak ma shumë ja u kanë ngrosë zemrën e ja u kanë mbush mendjen. Prandaj, me datën 12 tetor të dielën sot një javë, mos e votoni vetëm lëvizjen vetëvendosje numrin 105, por pasi ta votoni për kryetar Astrid Bujupajn, patjetër votojeni edhe njërin prej kandidatëve tonë që janë oferta më e mirë demokratike që e ka Istogu në këto zgjedhje lokale të vitit 2020. Krejt në fund, para 8 muajve, në Istog ju e keni nxjerrë vetëvendosjen të parë. Unë nuk kam çfarë t'ju them juve, ju e dini mas mirë që ç'është mjabu. Ju vendosni vetë, ju përsëriteni vetveten, ju bëheni sërish vetëvendosjen të parën për hir të vetes suaj, të fëmijëve tuaj, për hir të Istogut të kësaj komune të mrekullueshme që i ka dhënë aq shumë historisë, kulturës e zhvillimit vendit tonë. Faleminderit. E tash po e thras atë që është këtu para meje e midis jush që të ngjitet në skenë Astrid Bujupajn, kryetari i ardhshëm i Istogut. Mirë mbrëma kryeministre dhe mirë se edhe në Istogun që po e kërkon ndryshimin. I nderuar kryeministri Albin Kurti, të nderuar kandidat për kuvendin komunal, shumë të respektuar aktivist të lëvizjes vetëvendosje, qytetar të dashur. Istogu është gati për ndryshimin e madh. Istogu po kërkon qeverisje lokale e cila është e ndershme, transparente dhe e cila jep llogari qytetarit. Istogu kërkon një qeverisje me parime, një qeverisje lokale që ka program dhe vizion për një Istog me zhvillim, me barazi dhe dignitet. Kryeministër, ne e kemi programin real dhe konkret, programi cili bazohet në nevojat e qytetarëve dhe banorëve të komunës së Istogut. Banorët e komunës së Istogut po e thonë qartë secilën herë më shumë që veç lëvizja vetëvendosje mund të sjellë projekte serioze në komunën e Istogut. Të dashur qytetarë, ata po mundohen ta paraqesin që kanë punuar, po nuk po e tregojnë të vërtetën. Nga takimet dhe bisedat tona të përditshme me banorët e Istogut gjithandej e kemi pa një realitet tjetër. Prandaj, ne kemi vendosur prioritetet tona në shtyllat e programit që i ka hije Istogut. Një komunë e barazisë dhe e familjes, një komunë e zhvillimit dhe turizmit, një komunë dinamike me mobilitet,
një komunë e së ardhmës dhe sigurisë, një komunë estetike dhe ekologjike. Sepse Istoku ka shumë potencial dhe bukuri. Kemi burime, por s'kemi ujë të pijes. Kemi sportist kampion, por s'kemi palestër. Kemi fëmijë, por s'kemi qerdhe. Kemi bukuri të shumta natyrore, por s'kemi investime në turizëm. Kemi profesionist, por s'kemi meritokraci. Istoku i ka të gjitha, por se kishte një kryetar punëtor. Andaj, pas 12 tetorit, do të kemi edhe kryetar, edhe ujë, edhe palestër, edhe qerdhe, edhe turizëm, edhe meritokraci. Nga dita e parë si kryetari i Istokut, dyert e mia do të jenë të hapura, do të punojmë shumë për t'i plotësuar të gjitha kërkesat dhe nevojat, do të punojmë me të gjithë, pa dallim, pa anashkalim, por me respekt dhe kujdes. Kjo i mungon Istokut tash, dhe me ne kjo do t'jetë pjesë e historisë, sepse zëri i qytetarit do të dëgjohet fort, e nga 12 tetorit tutje, bashkë me qytetarë, bashkë me ju të gjithë, do të ndërtojmë një Istok qysh na ka hije. Ju ftoj të gjithëve të mobilizoheni fort dhe mirë dhe t'i ftoni të gjithë që me 12 tetor, sot një javë, të vendosni vullën e fitores për qeverisje të mirë dhe të drejtë, për komunën me zhvillim dhe barazi, duke votuar numrin 105. 105. Në prit e bara e mirëpafshim në fitore të radhës.